Është kënaqësi që nga këtu të uroj të gjithë besimtarët e Krishterë, gëzuar Krishtlindjen. Është një ditë e shenjtë që shënjon vlerat më të larta të besimit, të dashurisë, të solidaritetit, vlera në fakt që përfaqësojnë identitetin tonë dhe atë çfarë ne njihemi botërisht të bashkëjetesës dhe harmonisë ndërfetare. Kjo ditë duhet na bëjë të respektojmë dhe të duam më shumë njëri tjetrin, por mbi të gjitha të kuptojmë dhe të ndihmojmë ata që janë më të dobtit. Prandaj uroj që kjo Krishtlindje të jetë një Krishtlindje e mbushur me gëzim dhe begati dhe bekime për çdo besimtar, për çdo shqiptar, dhe uroj një vit të ri sa më të mbar për gjithë shqiptarët. Nderimin tim më të madh për kryepiskopin e Kishës Autoqefale Shqiptare, bashkëpunëtorët e tij, besimtarët ortodoks në Shqipëri dhe kudo që janë. Kjo është një ditë e madhe në jo vetëm historinë e kryshtrimit, por dhe në historinë e qytetërimit botëror dhe të qytetërimit perëndimor në veçanti. Uroj çdo shqiptar që të ditë ta festojë me besim dhe shpresë për Krishtlindje më të mira vitin e ardhshëm. Gëzuar.